Do njësë emisionin sot me një temë gjithë përfshirëse. Një karakteristik që i bashkon gjithë shqiptarët. E dini kush është? Urrejtja që kemi neve ndaj komshiut. Po si nuk dëgjova një herë dikë që thot, o, komshin ti kam të mirë, ja me fat që kam komshin. Vetëm sharje dëgjoj. Komshit këshu, komshit ashu. Përfshirë këtu edhe vetën time, më vjen të shqyej. Po, ajo që më shqetëson më shumë, është që e di se edhe ata mendojnë këshu për mua. Për ne, dhe më thënë dhe jemi njësoj. Nuk paragjykojmë. Urrehemi të gjithë njësoj. Po, në fakt nuk është se kemi shumë faj. Kthehet robi i lodhur nga puna, komshiu lartë, e ka kap qefi për muzik house. Edhe nuk e shijon do të vetëm. Jo, do ta dëgjoj dhe unë. E ka qefaj. E ngre volumin maksimum. Do ta dëgjoj dhe Ermali, se edhe ai do ta shijoj këtë moment. Ky djathas për shembull, nga është djatha? Okej. Ky djathas ka zbuluar talentin e fshehur për violinën. Talenti duket ti se është super grob, do me thënë. Se gjithmonë violina e këtij bën një zhurmë. Kjo është pipza. Ndërsa ky majtas ka ritualin e përditshëm që zihet me të shoqen. Miqë zihen. Ore zihen ose njerëz, ja, edhe ju. Po. Miqë zihen, por nuk e kuptoj pse duhet zihen gjithmonë tek muri që është ngjitur me murin tim, domethënë. Po pse la zihet gjithmonë? Si ku i detyron njëri ziuni, por keni drejt të bërtisni vetëm me atë murin që është ngjitur me Ermalin. E di si më duket mua? Sikur jam duke u zënë këtu për shembull? Jam duke u zënë këtu, edhe këtu është muri. Edhe madje në herë më duket sikur janë kështu ball për ball, po kthehen ball për ball me murin, edhe i flasin murit. Ka thonë 100 euro mos e lea duhet. Po u ka bënë. Për të kaluar më pas te komshia poshtë. Kjo është ajo që gatuan. Po se mos rri një ditë pa bërë gjell me qep ky njeri. Po lakëre, preshe, edhe për aromi fut dhe një lule lakër. Nuk di, a lule lakër është sigur në bajnë sjetullat e rakëmb. Po hani më rritit në restoranti, them. Po hani më se pa pagu unë. Vetëm hikni një ditë, kini mëshirë për mua një ditë, mos gatuni lakër në shtëpi. Pastaj ndërshkallësh edhe ai, ose ajo, plaka, që sa herë kalon ti, hap pak derën, si ata spionat e KGB-s. Po të trëmbërë, orë ti e të hypë shkallët, ti e këshumë me dhejnë të adhe, thjesht po në gjithë shkallët, s'kam për asgjë. Jam përpjekur shumë të kuptoj se çfarë të bëj për të merituar urrejtjen e komshive. Se është e sigurt që edhe unë bëj diçka, po unë nuk e di. Mbase mua më urrejnë thjesht që ekzistoj. Janë dhe këta komshinj të largët që unë i quaj të largët. Këta janë më të çuditshmit. Janë këta të pallateve përballë. Del ti në dritare, edhe shef një tip që është ul aty edhe ti ka ngul syt kështu. Ti bën një lëvizje kështu, edhe bën sa gjeste kështu që ti lësh të kuptoj ati që e pash që po më shef. Po pse lëvizej? Po çështja është që as ti nuk do të lëvizësh. Kam dalë për qefin tim dritare, Allah, pse ti unë ikti. Mbas 10 minutash, shikim të sikletshëm, del dikush tjetër në dritare, ngjitur me ty, edhe ai fap e kalon shikimin tek ai tjetri. Pastaj fillon ti bësh xheloz. Pse më la mu ky edhe shef atë? Më i mirë se mua shky? Shkatrua dita më pak fjalë. Nëse, siç ka thënë dhe studiuesi i madh i marrëdhënieve njerëzore, Timothy Hopkins, 1, 2, 3, puthe!